Unë kam blenë 52-shin, Preksali është pushatu në 45. Baba jem moshën në atë kohë, ka qenë 27 vjeç, dhe në Korrik, 29 Korrik, në 1952, baba jem është marrë forcërisht nga forcat e policisë të gjelatëve të Enver Hoxhës. Djali 27 vjeç është torturuar në mënyrë barbare deri që i ka dalë shpirti. Unë kam qenë në barkun e nanës, baba është pushatu me 29, që ashtë nuk është pushatu. Plumi qoftë i halalit, pa kishtë ajtu deri sa i ka dalë shpirti. E datë në 3 gush kam linon, nuk po thuhet e vërteta. Nuk po trajtohet, më thënë, historia është si që është me bazën e realitetit, por po shtemërohet nga dita në ditë. Preksali u pushatu prapë, u pushatu për së dytit. I dhanën e dekorata, i dhanën e shumë tituj, por Preksalit nuk i dhanën ata çka duaj. Nuk e rrytën kullën. Kulla është simboli qendres, kulla është një simbol i malësorëve, të cilët kanë luftu me armë në dorë për të mbrojtur atë vend, për ta mbrojtur Kelmen. Por që nolli në 2017 ja shkatruan. Përse e shkatruan? Vorrin nuk e gjetën. E vranën, e qunë në zalltirit, e pushatu në mënyrë mashnjëzore. E kanë marrë Preksalin duke pështy të gjithë njerëzit në përshkode deri ditën që e varën, e pushatuan. Por, për me hum nga kujtesa historike, Preksalit i hoqën edhe kullën, ja shemen. Po që e shemen? Është një grupi mafios që kanë ekzistu, edhe me gjitha qeverit, me gjitha partit politike që cilit kanë qenë pushtet. Nuk mund me ashtu, sepse është presupozohet sikur të përnjekujt politik i ka mbrojt Sali Berisha, i ka mbrojt qeveria Sali Berisha, i ka mbrojt. Prandaj është problemi që këtu kanë gabuar të gjithë. Nuk duhet shem, duhet ndrujt. Edhe sot asaj dite, pasuria Preksalit ekziston pronë e Ministerisë të Mbrojtjes. Imagjino vetëm për t'i mohuar gjama të shtret, dhe mohu historinë e vlerit historike të Preksalit.